Ndarjet e miqësive shkaktojnë dhimbje reale biologjike. Truri e përpunon refuzimin social në të njëjtat rrugë nervore si një dëmtim fizik, duke e bërë dhimbjen dhe pikëllimin shumë të vërtet. A e keni ndjerë ndonjëherë këtë dhimbje që vjen nga humbja e një miqësie të vjetër? Qëndroni me ne në programin Shpresë për ty, për të mësuar më shumë dhe për të gjetur një rrugë drejt shërimit. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të programit Shpresë për ty. Faleminderit që jeni duke na ndjekur dhe bëheni pjesë e programit ton me pyetjet dhe komentet tuaja. Unë jam Dena dhe jam në studio së bashku me Artën. Edhe unë ju përshëndes të gjithave. Nuk mendoj se ndonjëra nga ne i ka shpëtuar plagës së thyerjes së një miqësie të vjetër. Është e vështirë apo jo? Në programin e sotëm do të flasim pikërisht për humbjen e një miqësie të vjetër dhe se si ta kapërcejmë këtë dhimbje. Besoj se do të bekoheni shumë. Të gjitha kemi nevojë për këtë temë, Marta. Ndryshe nga ndarjet romantike, humbja e një miku të ngushtë nuk ka një proces zie të pranuar shoqërisht, gjë që na lë të vuajmë në heshtje dhe zgjat shërimin emocional. Miqësitë në moshë të rritur zakonisht thyhen për shkak të problemeve të heshtura dhe afatgjata, si mungesa e reciprocitetit, mosbesueshmëria kronike ose thjesht fakti që njerëzit rriten në drejtime të ndryshme. Qenet njerëzore janë biologjikisht të programuara për të kërkuar komunitet dhe lidhje sociale, dhe truri ynë mësohet me praninë e tyre të përditshme. Kështu që kur një lidhje miqësore prishet, humbja mund të ndihet po aq e fortë sa edhe një ndarje romantike. Shoqëria shpesh e injoron dhimbjen e humbjes së një miku. Askush nuk na mëson se humbja e një miku mund të dhembë shumë. Kjo heshtje e bën dhimbjen më të vështirë për të përballuar. Shumë të rritur ndihen sikur duhet ta fshehin faktin se sa shumë i lëndon ose e vuajnë në heshtje, gjë që në fakt e zgjat procesin e shërimit. Kur humbasim një miqësi të vjetër, humbasim historinë e përbashkët, kujtimet edhe rutinat që e përcaktonin marrëdhënien, humbasim gjithashtu edhe të ardhmen që kishim imagjinuar së bashku. Jo vetëm shakat për pleqërinë dhe telefonatat gjatë momenteve të vështira, por personin që mendonim se do të ishte gjithmonë aty. Kjo humbje shkon më thellë se sa thjesht mungesa e shoqërisë së atij personi. Shqetësimi që një person ndjen kur humbet një miqësi varet nga niveli i varësisë emocionale që personi ka patur ndaj atij miku apo mikeshe, si pjesë e jetës dhe identitetit të tij. Shpjegon Dr. Dakari Quimby nga Qendra Shëndetësore e Sjelljes në New Jersey. Mungesa e këtyre marrëdhënieve krijon mungesën e pikave të përbashkëta, që dikur vërtetonin dhe ndanin përvojat tona. Në shumicën e rasteve, miqësitë në moshë të rritur përfundojnë për shkak të problemeve që janë rritur në heshtje për vite të tëra, derisa arrin një pikë thyerjeje. Disa probleme janë përpjekjet e njëanshme, kur jeni gjithmonë ju personi që shkruani i pari, organizoni takime dhe pyesni si është tjetri, miqësia fillon të ndihet më shumë si barr se sa si kënaqësi. Shkak tjetër është mosbesueshmëria kronike. Nëse mikesha juaj anullon vazhdimisht planet ose zhduket sa herë që ju kaloni diçka të vështirë, ndjesia e zhgënjimit grumbullohet me kohën. Problem tjetër është dinamika konkurruese. Ajo që dikur ishte miqësi mund të kthehet në rivalitet. Në vend që të gëzoheni për sukseset e njëra tjetrës, ju filloni të ndjeni sikur fitoret tuaja e bëjnë tjetrën të ndihet keq. Gjithashtu problem është edhe ndryshimi i versioneve të vjetra të vetes suaj. Ndonjëherë një mikesh mbetet e lidhur me versionin tuaj të dikurshëm. Kur ju ndryshoni dhe rriteni, ajo e ka të vështirë të pranojë personin që ju jeni bërë. Por si ndikon humbja e një miqësie të vjetër në shëndetin mendor dhe cila është neuroshkenca e dhimbjes sociale? Kësaj pyetjeje është përgjigjur Dr. Naomi Eisenberger, profesoresh në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles. Ajo thotë se nëse ndjeni sikur zemra ju dhem fizikisht pas përfundimit të një miqësie, kjo nuk është vetëm metaforë. Kërkimet dhe skanimet përmes rezonancës magnetike kanë treguar se truri e përpunon refuzimin social në të njëjtën zonë ku përpunon edhe dhimbjen fizike. Kështu truri juaj po reagon ndaj humbjes së një mikeshe në të njëjtën mënyrë si ndaj një dëmtimi fizik. Doktoresh Aleksandra Folja, drejtoreshe e programit familjar në All in Solutions, shton: Përveç se plotësojnë nevojat tona për lidhje emocionale, miqtë e ngushtë krijojnë ndjesi sigurie, përkatësie dhe ndihmojnë në rregullimin e emocioneve. Kur kjo marrëdhënie humbet, truri e njeh këtë ndarje në të njëjtat rrugë nervore që përpunojnë humbjen romantike.
Kështu që pikëllimi nuk është vetëm metaforik, ai është real dhe biologjik. Problemi me ndarjet e miqve është se ato rrallë janë të qarta ose përfundimtare, dhe kjo pasiguri e mban trurin të bllokuar në një cikël mendimesh. Ju mund ta gjeni veten duke rikujtuar vazhdimisht bisedat e kaluara, duke kërkuar të gjeni momentin kur gjithçka shkoi keq, ose duke kontrolluar vazhdimisht rrjetet sociale të ish-mikeshës suaj. Kjo pasiguri shpesh shfaqet si ankth i shtuar, sistemi ju nervor mbetet në gjendje alarmi, ndërsa përpiqet të kuptojë refuzimin social. Kështu ne mund të fillojmë të ndihemi të pasigurta edhe në marrëdhënie të tjera shoqërore, duke patur frikë se edhe miqtë e tjerë po largohen ose po na gjykojnë, dhe pa e kuptuar fillojmë të fajsojmë veten për gjithçka. Humbja e një sistemi të rëndësishëm emocional mbështetës mund të shkaktojë simptoma depresive. Ju mund të humbisni motivimin për çdo gjë, të izoloni veten nga të tjerët edhe të përjetoni ndryshime të dukshme në gjumë ose oreks. Humbja e një miqësie mund të na bëjë të ndihemi sikur miqësitë e mira janë të rralla dhe ne sapo kemi humbur të fundit. Është e zakonshme të lindin mendime si, po sikur të mos arri të bëj më miq në këtë moshë, mos ka diçka gabim tek unë. Dhe kjo frikë është një frikë e fortë, sepse krijimi i miqësive të reja në moshë të rritur është realisht i vështirë. Kur përpiqeni të kapërceni një ndarje miqësie, leximi një liste me këshilla mund të duket lodhës. Të dish çfarë të bësh dhe të kesh realisht energjinë emocionale për ta bërë janë dy gjëra të ndryshme. Por bëjini këto gjëra me ritmin tuaj. Mendojeni si një udhëzim të butë që mund ta ndiqni hap pas hapi. Edhe ja cilat janë këshillat e sociologëve dhe psikologëve. E para, vërini një emër pikëllimit që ndjeni. Ne themi vazhdimisht se për çdo problem, hapi i parë drejt shërimit është pranimi. Quajeni përvojën tuaj me emrin e saj. Pikëllim. Lejoni veten të ndjeni trishtim, zemërim dhe konfuzion, pa e minimizuar humbjen ose pa e krahasuar me ndarjet të tjera. Hapi i dytë, mos e shihni ndarjen si dështim. Kuptoni që humbja e një miqësie është pjesë normale e zhvillimit njerëzor. Kjo nuk do të thosë se ju keni dështuar apo se jeni të pavlefshme për dashuri. Ndonjëherë marrëdhëniet përfundojnë natyrshëm. Është normale të lini pas gjëra që ju kanë shërbyer në një fazë të mëparshme të jetës. Hapi i tretë për të kapërcyer humbjen e një miqësie të vjetër është: sfidoni mendimet e bazuara në frikë. Kur përballeni me fundin e një miqësie, përdorni fjalën stop për të ndërprerë spiralen e panikut. Thoni me zë: kam frikë se nuk do të bëj më miq kurrë, por e vërteta është se kam bërë një mik më parë dhe kjo do të thotë se di ta bëj përsëri. Kujdes nga katastrofizimi. Nuk do të gjej më kurrë një mik si ai apo mikesh si ajo. Dhe kujdes nga personalizimi. Kjo përfundoi sepse ishte tërësisht fajim. Jini të buta me veten dhe shihni faktet reale të situatës në vend që të dëgjoni frikrat tuaja. Hapi i katërt, merrni kohë për të rindërtuar besimin social. Nuk ka nevojë të hyni në një dhomë dhe të krijoni 5 miq të rinj menjëherë. Filloni me diçka të vogël dhe pa presion, për shembull, të rini 20 minuta në një kafe vetëm për të qenë pranë njerëzve. Kur të ndiheni gati për socializim, filloni një kurs të ri apo filloni të ndiqni një hobi që mund t'ju ndihmojë. Kështu do të keni diçka për të bërë, ndërkohë që jeni pranë njerëzve me interesa të ngjashme. Dhe për momentin, kjo mjafton. Në vend që të përpiqeni të krijoni një rrjet të madh social të ri, përqendrojeni energjinë në ndërtimin e një ose dy marrëdhënieve më të thella dhe reciproke. Dhe hapi i pestë, që mua më duket vërtet shumë interesant, Arta, është: shkruani një letër lamtumire ose pikëllimi. Ju mund të shkruani një letër për ish-mikeshën tuaj edhe nëse nuk e dërgoni kurrë atë letër. Kjo mund t'ju ndihmojë të përpunoni ndjenjat dhe të gjeni një lloj mbylljeje emocionale të atij kapitulli të jetës. Është një mënyrë e fuqishme për të shprehur gjëra që ndoshta nuk arritët t'i thoshit kurrë ballë për ballë. Shkruani çfarë vlerësoni dhe çfarë do t'ju mungojë nga ajo miqësi. Pranimi i momenteve të bukura mund t'ju ndihmojë ta vlerësoni marrëdhënien për atë që ishte dhe ta lini pas me më shumë paqe. Dhe mendoj që kjo funksionon për shumë njerëz Dena. Ndarjet e miqësive të vjetra nuk janë kurrë të lehta dhe mund të na lënë të lënduar dhe konfuz, por ato ofrojnë edhe mundësi për rritje. Duke u pikëlluar, reflektuar dhe kërkuar mbështetje, ne mund të shërohemi dhe të ecim përpara, gati për të përqafuar marrëdhënie të reja që përputhen me personin që po bëhemi. Jemi sërish në studio mikesha të dashura në programin Shpresë për ty. Po flasim sot për lëndimin nga humbjet e miqësive të vjetra.
Ne ndam me ju në pjesën e parë disa shkaqe dhe disa këshilla për të shëruar emocionalisht nga kjo humbje. Tani duam t'ju pyesim, a e keni parë ndonjëherë Perëndin si mikun tuaj? Disa njerëz mund të shqetësohen nga kjo gjë sepse mendojnë se ne mund të bëhemi tepër familjar me Perëndin dhe të humbasim ndjenjën e respektit të shenjtë për të, nëse e mendojmë atë si mikun ton. Por le të thellohemi për disa minuta së bashku dhe ta shohim Zotin si mikun ton më të mirë dhe për kuptimin e miqësisë me të. Në fjalën e Perëndis, në Bibël, Jezusi na quajn miqtë e tij. Një nga vargjet më të njohura dhe më të bukura për miqësinë me Jezusin gjendet tek Gjoni, kapitulli 15, vargjet 13 deri në 15, ku Jezusi thot: Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqtë e tij. Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj. Unë nuk ju quaj më shërbëtor, sepse shërbëtori nuk e di ç'bëni Zoti, por unë ju kam quajtur miq, sepse ju bëra të njihni të gjitha gjërat që kam dëgjuar nga Ati im. E maniqme, kush jemi ne që krijuesi i qiellit edhe i tokës, Alfa dhe Omega, të dëshirojmë miqësi me ne, është e pabesueshme, dhe e dini, Jezusi mund të na quajë miqtë e tij, por a e konsiderojmë ne atë mikun ton? Le të mësojmë së bashku nga Bibla disa mënyra për ta bërë këtë dhe për të rritur në miqësinë tonë me Perëndin. Mënyra e parë është të gjeni kohë për t'ju afruar Perëndis. Bibla thot tek Eksodi 33 vargu 11: Kështu Zoti fliste me Mojsiun ballë për ballë, ashtu si një njeri flet me mikun e tij, pastaj Mojsiu kthehej në kamp. Asgjë nuk e forcon intimitetin ton me Perëndin, më shumë se sa koha që kalojmë vetëm me të, duke e takuar ballë për ballë. A nuk është kështu edhe me miqtë tanë? Në të njëjtën mënyrë, ne kemi nevojë të takohemi rregullisht me Perëndin dhe të kalojmë kohë cilësore me të për ta njohur më thellësisht. Mënyra e dytë është duke e nderuar edhe respektuar Perëndin. Ndërsa mund të kemi miqësi me Perëndin, afërsia jonë me të ndërtohet mbi një respekt të thellë ndaj tij. Psalmi 25 vargu 14 thot: Sekreti i Zotit u tregohet atyre që kanë frikë prej tij, dhe ai u bën të njohur atyre beslidhjen e tij. Kur e mendojmë në sferën e marrëdhënieve njerëzore, kjo mund të duket e vështirë për të kuptuar. Në fund të fundit, ç'pamje ka respekti ndaj një miku? Por mendojeni kështu: si do të ishte të bëheshe mik me një mbret? Miqësia me Perëndin nuk do të thotë të humbasim respektin ndaj tij. Ai është Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve, por kur miqësohemi me mbretin ton me respekt ndaj tij, ai na zbulon atë që ka në zemër të tij. Mënyra e tretë për të qenë miq të Perëndisë e për të rritur në miqësi me të, është duke e dëgjuar kur ai na tregon çfarë ka në zemër. Jezusi thot: Unë nuk ju quaj më shërbëtor, por unë ju kam quajtur miq sepse ju bëra të njihni të gjitha gjërat që kam dëgjuar nga Ati im. Ashtu siç miq dëgjojnë me kujdes njëri tjetrin, edhe ne mund ta kultivojmë miqësinë me Jezusin, duke i kushtuar vëmendje asaj që ai na zbulon për veprën e Atit. Mënyra e katërt është duke u gëzuar e ngazëllyer në këshillat e tij dhe duke besuar në korrigjimin e tij. Kur lexojmë këshillat e Perëndis në Bibël, a i shohim si rregulla të lodhshme apo gëzohemi në urtësinë e udhëzimeve të tij? Fjalët e urta, kapitulli 27 vargu 9 thot: Vaj dhe parfumi gëzojnë zemrën, kështu bën ëmbëlsia e një shoku me këshillat e tij të përzemërta. Kur miqtë tanë të afërt na japin këshilla të mira dhe të sinqerta, ne i vlerësojmë thellësisht. Në të njëjtën mënyrë, madje edhe më shumë, duhet të gëzohemi në këshillat e Perëndis përmes fjalës së tij. Ka edhe raste kur miqtë tanë na korrigjojnë nga dashuria. Kjo mund të na dhëmbë për pak kohë, por ne dimë se ata kujdesen për ne dhe duan të na shohin të rritemi. Fjalët e urta, kapitulli 27, vargjet 5 deri në 6 thot: Më mirë një qortim i hapur se një dashuri e fshehur. Besnike janë plagët e një shoku dhe të rreme, të puthurat e një armiku. Në të njëjtën mënyrë, Perëndia ndonjëherë na qorton kur nuk ecim drejt, sepse ai na do dhe dëshiron të pishemi frymërisht. Kështu le të zgjedhim sot, tu besojmë korrigjimeve të Perëndis, që gjithmonë di më të mirën për ne. Mënyra e pestë për t'u afruar dhe për t'u rritur në miqësi me Perëndin është duke ju bindur asaj që ai ka në zemër. Nuk mjafton vetëm ta dëgjojmë Perëndin të na tregojë çfarë ka në zemër, përfshirë këshillat dhe korrigjimet për ne, por edhe duhet të bëjmë atë që ai na kërkon. Tek Gjoni 15 vargu 14 Jezusi thot: Ju jeni miqtë e mi nëse bëni gjërat që unë ju urdhëroj. Kështu ne ndërtojmë një marrëdhënie të afërt e të fortë me Jezusin, kur i bindemi asaj që ai na urdhëron të bëjmë. Mënyra e gjashtë është duke festuar me Perëndin dhe duke mos konkuruar me të.
Kur gjon pak zorin e krahasonin me Jezusin, ai nuk mori lavdi për vete, por lartësoi Jezusin duke thënë: "Ai që e ka nusen është dhëndri, por miku i dhëndrit që është i pranishëm dhe e dëgjon, gëzohet shumë për zërin e dhëndrit. Prandaj ky gëzimi im është i plotësuar. Ai duhet të rritet edhe unë të zvogëlohem. Ai që vjen nga lart është për mbi të gjithë. Ai që vjen nga dheu është nga dheu dhe flet për dheun. Ai që vjen nga qielli është për mbi të gjithë." Misht gëzohen natyrshëm për njëri tjetrin edhe e duan suksesin e tjetrit. Gëzimi i tyre bëhet gëzimi ynë. Miqësia e shëndetshme nuk është konkurrencë. Po kështu, kur lavdia e Zotit shfaqet në një situatë ku ne jemi të përfshirë, a gëzohemi për Perëndin, mikun ton, apo përpiqemi të marrim vëmendje për vete? Mënyra e 7 për afrimitet dhe rritje në Zotin është duke ruajtur një zemër të pastër e duke folur me hir. Fjalët e urta, kapitulli 22, vargu 11 thot: "Kush e do pastërtinë e zemrës dhe ka hir mbi buzët, do ta ketë shok mbretin." Perëndia është mbreti i qiellit dhe i tokës, dhe ky varg na tregon se çfarë kërkon ai tek një mik. Kush nuk do të donte të kalonte kohë me njerëz që kanë pastërti në zemër dhe hir në mënyrën se si flasin. Ndërsa ne rritemi drejt të qenit njerëz të tillë, mbreti do të kënaqet edhe më shumë në miqësinë tonë me të. Dhe mënyra e 8 për të patur një miqësi të ngushtë me Perëndin është duke e dashur atë pa u lëkundur, duke sakrifikuar dhe duke qenë gjithmonë pranë tij. Ta duash Perëndin si mik do të thotë ta duash me besnikëri, pavarësisht vështirësive dhe të qëndrosh pranë tij dhe të sakrifikosh për të ashtu siç ai bën për ne. Fjalët e urta, kapitulli 17, vargu 17 thotë: "Miku të do në çdo kohë, por vëllai lind për ditë të vështira." Miqtë e vërtet qëndrojnë bashkë në kohë të mira dhe të këqija. Le ta bëjmë këtë edhe ne në marrëdhënien tonë të miqësisë me Perëndin. Mikesha të dashura, minutat e programit ton kanë mbaruar edhe për sot dhe ka ardhur koha të ndahemi. Duhem t'ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program dhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe të ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania, playlista Shpresë për ty 2026 dhe do të gjeni aty këtë programe. Gjithashtu për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutja postare 130 Tiranë. Të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqet tona në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.